Autoritetet malazeze kanë sekuestruar 250 kg kokainë, që cilësojnë një ndër zbulimet më të mëdha të historisë së drogës në Malin e Zi. Sipas policisë, droga është kapur në portën e qytetit malazez të Barit, në një anije të ngarkuar me banane, e cila vinte nga Ekuadori me destinacion Shqipërinë. Droga ishte ndarë në 223 pako dhe e fshehur nën dyshemena e anijes. Autoritetet malazeze kanë bërë të ditur se kokaina e sekuestruar është një cilësi shumë të lartë dhe vlera e saj në treg shkon deri në 12.5 milion euro. Ndërkaq drejtori doganave në Malë të Zi, Vladan Jokovic, u shpreh se anija ishte dërguar nga kompania Vimti Corp SA nga Ekuadori dhe ishte rrugës për në Shqipëri, ku do të kontaktonte me kompaninë shqiptare Rapo. Ndodhemi në afërsi të fshatit Vajkan. Pikërisht tu ndodhet magazina e kompanisë Rapo, e cila ka qenë porositësi i bananes nga Ekuadori. Ndërkohë ne kontaktuam me rojen, por pronarë të kësaj kompanie nuk ndodhen në këto objekte. Sipas regjistrit zyrtar shqiptar, kompania Rapo ishte regjistruar në mars të vitit 2013 nga Nazike Rapo e destinuar për të importuar fruta dhe kjo ishte ngarkesa e saj e parë. Pas kësaj, ekspertët e antidrogës në policinë e shtetit kanë ushtruar kontroll në ambientet e kompanisë Rapo, e cila gjendet në autostradën Fier-Tiranë. Ata kanë marrë në pyetje përfaqësuesit e kompanisë, ndërsa kanë kërkuar verifikim dhe kontroll të gjithë dokumentacionit të eksport-import të kompanisë. Nga ekstrakti i qendrës së regjistrimit të biznesit rezulton se kompania Rapo me qendër në fshatin Vajkan në Fier është themeluar më 18 mars të vitit kaluar dhe është regjistruar në QKR më 20 mars me një kapital fillestar 100.000 lekë.